Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, me rrëfimin e radhës për të ndarë me ju një moment edhe një ngjarje shumë të dhimbshme. Në linjën time telefonike do të kyçet një zonjë nderuar e cila do të ndaj trishtimin edhe dhimbjen e saj. Vite më parë në maternitetin e Tiranës, ajo ka lindur një fëmijë që dyshon që nuk i ka vdekur, por ja kanë marrur. Dhe sot e kësaj dite, kjo grua dëshiron që ta tregon këtë histori, me thënë e flet me familjarët e vet të histori, por familjarët ja mbyllin të vërtetën dhe nuk duan që të vazhdojnë të flasin për këtë ngjarje, një ngjarje që në fakt ka ngritur pikpyetje të madhe në jetën e kësaj gruaje. Ajo do të kyçet në linjën time telefonike, unë do t'ja mbepatjetër që do të qëndroj anonim në këtë drejtim, nuk do t'i nxjerr zë, por thjesht pasi që nuk ka se me këta flet, nuk ka se me këta hapën këtë dhimbjen e madhe që ka në shpirt, kjo grua ka vendosur që të rrëfej në këtë formë historinë e saj, për të treguar trishtimin që kjo histori tashmë shumë vite në fakt i ka krijuar. Besoj që është në anën tjetër të linjës telefonike. Përshëndetje dashur, besoj që më dëgjoni. Faleminderit shumë që je me mua. Unë e prezantova sadopak historinë tënde, por do kisha dashur që në mënyrë pak më të detajuar, me thënë drejtën, ta ndëgjoj nga ana juaj, edhe pse besoj që e keni shumë të vështirë ta rrëfeni, por duke marrë forcën, avash avash do ta sjellim historinë tuaj tek publiku. Ju dëgjoj. More birë, të lutem se kam shumë frikë, anonim, të lutem shumë. Unë kam lindur një fëmijë shumë vite më parë me burin tim të parë. Por unë tam sepse ai nuk e dinte se unë jam 3 muaj më e madhe se ai kur u martuam. E them, mëla, ashtu ishte jeta më përpara, ashtu ishte zakoni. Elinda vajzë u kanë thënë, Elinda në maternitetin e Tiranës në vitin 87. E kam lindur vajzën, ka qenë muaj qershor, nëse nuk gabohem. Nuk e kam pa fare. Sa po Elinda, erdhi motra, edhe ma ka marrë nga dora, edhe më tha që do ta sjellim. Në rregull, prit s'ka, dhe pas 3 ditë shpritje, më vjen një motor, edhe më thotë, vajza të ka vdek. Aty unë u trishtova. Shkova, kam shkuar të lajsyt, edhe u ktheva në dhomë. Baba im ka ardhur të më merr me bëllaun, ka qenë atëherë shumë keq, edhe më tha që nuk mund të hapush gojen më për këtë histori. Edhe buri më la, u nda prej meje, dhe pas disa viteve më martuan me shkesim, me një mbull që unë nuk e njihja. Po, më fal që po të ndërpres. Familja jote nuk ka qenë ndonjëherë entuziaste për ta kërkuar të vërtetën e madhe që edhe ti mos jetosh me këto dhimbje apo me këto tmerre shpirtërore që i ke patur me vite, nuk është sot? Jo, asnjëherë në jetë as nuk kanë dashur që ta din, as nuk kanë dashur që ta prekin si histori. Prej ditës që mu tha se vajza ka vdek, asnjëherë më. Ajo vajzë nuk u përmend në familjen ku njetoja, nuk u fol në martesën që më bërëm, edhe pse buri në fillim më premtoi që du ta gjejmë vajzën, të dy së bashku, nuk ndodhi asnjë gjë. Do me thënë komplet, fjala muhabeti u hesht, nuk u fol më asnjë gjë. Më thënë betje tëra, një thash e them, dhe unë u detyrova që të hesht. Me vëllezërit nuk e hapnin si tem, me motrat nuk e hapnin si tem. Martova bëra fëmijët e tjerë. Nuk ua kam treguar as fëmijëve të mi, por vetëm vajzës të madhe, ja kam thënë si histori, por e kam lutur që të mos ta flet. Asnjëherë nuk është fol në familjen ku unë
Kam O më falë, jetuar. si e keni përballuar gjithë këto vite këtë gjë? Do me thënë, tek bashkëshorti juaj nuk ka patur një mundësi për t'ju ndihmuar apo për ta pranuar këtë të vërtetën që edhe ju të paktën të dinit në qoftë se është gjallë apo ka vdekur ky fëmijë, çfarë bëhet me këtë fëmijë? E thash këtë, më premtoj ti, por nuk e gjetë. Por unë dyshoj shumë se në ato vite, nga që unë nuk isha raporte të mira me burin tim të parë, unë mendoj që prindërit e mi, me burin tim të parë, mund të kenë bërë ndonjë kompromis edhe ma kanë shitur familjen tim. E kam fëmijë të shitur unë këtam. Unë e ndjej se jeton dikundi. E shof edhe në ndër, ma shfaqet si zë, ju si fytyr, se nuk e di se si duket sot. Unë vetëm një herë e kam parë, kur lindit, edhe kur më nuk e kam parë atë fytyr. Por unë dyshoj që bashkëshorti ma ka shit vajzën time, të cilën unë E kuptoj, e kam një histori plago në shumë e shpirt. dhimbshme. Jashtëzakonisht shumë. Unë gjithsesi të falenderoj shumë që e ndave historinë tënde me ndjekësit e mi. Uroj që sa do pak të jesh liruar shpirtërisht edhe të kesh treguar atë pengun që ti të mban në zemër. Dhe uroj me zemër që nesër në një të ardhme të shpejt, Zoti të ta mundsoj që ti të paktën qoftë edhe nga një qosh të shohësh fëmijën tënd. Amin, Allahu të ruajtë të bekoftë. Të përshëndes, e pra të dashur miq, ishte kjo historia që ju dëgjuat. Do me thënë kjo grua ndër vite në mendimet e saj, sepse në realitet është të thënë gjithçka tjetër në atë kohë, në mendimet e saj kërkon të bien apo të birin, sepse thot që unë e mbaj mend që linda vajzë, më pas mjekët i kanë thënë që ke lindur një djalë, nuk ka qenë vajzë, ka ndruar jetë, do me thënë gjëra të këtilla, edhe pse i është thënë që në fillim se në barkun e saj ka patur një vajzë, por gjithsesi unë uroj me zemër që ato njerëz të kësaj familje, të cilët tashmë do ta kuptojnë historinë dhe do ta ndjejnë, sepse unë e them gjithmonë sado që anonim të jemi, sado që pa fytyrë të dalim, sado që pa emër të dalim, ato që e kanë mizën në kapuç, me patjetër që e kuptojnë se për kë bëhet fjalë. Dhe pikërisht kjo histori mua më ka prekur shumë dhe uroj me zemër që kjo nënë e nderuar të ndeshet me realitetin, ta kuptoj të vërtetën dhe të jetë rahat, të jetë e qetë, mos të ketë probleme të këtilla shpirtërore, sepse nuk është e lehtë të mendosh që një ditë nuk do t'jesh, të ikësh në universin tjetër dhe mos të dish se si ishte e vërteta dhe çfarë ndodhi në fakt me fëmijën tënd.